Takimet, bisedat, workshopet nuk do të mungojnë. Në kuadër të ditës ndërkombëtare të muzeve, Muzeu Kombëtar në Shesh është një aktivitet i mbajtur në datën 19 maj. Dita ndërkombëtare e Diversitetit Kulturor dhe Dialogut do të mbahet në datën 20 maj. Takim me autoren Rumena Buzarovska mbi librin e saj Burri im do të mbahet te Europe House. Kjo do të mbahet në datën 20 maj. Do të mbahet leksioni i hapur nga Edison Çeraj në prag nga Socializmi në kërkim të tek bunkeri në datën 21 maj, cikël leksionesh që vijon nga javët e mëhershme. Konferenca studentore Gjyshe dhe gjyshet dhe paradigma e tyre edukuese do të mbahet tek Fakulteti i Edukimit të Universitetit Aleksandër Mojsiu në Durrës në datën 22 maj. Punëtoria fotografike Tiranë sa shumë ka ndryshuar vijon të mbahet tek bunkeri në datën 22 maj. Tregimi i fshatit në Rabdisht të Dibrës është një festival interesant që do të mbahet në këtë fshat të njohur të Dibrës në datën 23-24 organizuar nga SRD-ja. Festivali Letërsi Zana do të mbahet në Shkodër dhe është një festival që vjen nga Kosova, nga qyteti i Mitrovicës në data 23 dhe 24. Do të mbahet dhe aktiviteti letrar në gjurmët e Mjedës tek kompleksi muzeal Ndre Mjeda në Kukull në datën 24 maj, për të cilën po zhvillohet dhe një bletje fondesh për ta restauruar këtë godinë dhe ta kthyer në qendër akoma më funksionale dhe për banorët e zonës, një nga zonat më të bukura të Shqipërisë dhe një nga komplekset muzeale më interesante.